E për këtë arsye Allahu xhalla xhelalu këtu në surën Al-Anfal, po edhe në Kur'an përgjithësi, përmend disa piketa që ne duhet të kemi parasysh nëse duam me të vërtet të jemi të ndihmuar nga Allahu xhalla xhelalu. Pika e parë dhe më e rëndësishmja, besimi i pastër. Besimi i pastër. I ka thonë vetës musliman, do të jesh me besim të pastër. Larg besutnive, larg budalliqeve, larg falleve, larg idhujtarisë në emër të fesë. Piket tjetër që na vën Zoti në Kur'an është bindja ndaj Allahut dhe dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe do ndihmën e Zotit dhe do suksesin e Tij dhe nuk rri tek urdhresat dhe ndalesat e Tij, ka diçka që nuk shkon në burr. Or llogaritën në punë, llogaritën në familje, llogaritën kudo. Nëse do të arrish diçka, duhet të rish korrekt personit në fjalë, duhet të rish korrekt punës në fjalë. E kur Zoti thot diçka ose i dërguari i Tij sallallahu alajhi wasallam, se duhet bërë ose jo, duhet më sa më korrekt. E treta gjë që përmendet këtu në surën Al-Anfal është largimi i njeriu nga syfajësia. Nuk mund vi suksesi i Zotit dhe ndihma e Tij kur ka syfajësi, kur s'ka sinqeritet dhe pastërti, kur s'ka zemër të pastër. Nuk mund të ketë vëllezër. Ore mund t'ja hedhësh gjithëve, mund t'ua kalosh gjithëve, mund të bësh aktorin, mund të bësh ku e di unë. Po nuk ja hedh dot atij por edhe. Do të më qenë njëri shumë i pastër. Njeriu do të më qenë shumë i sinqert. Është i vetmi Allahu që nuk i shkojnë falsitetet, nuk i shkojnë aktrimet, nuk i shkojnë lojnat, nuk i shkojnë, nuk kalojnë më vëlla tek Zoti i gjithësisë. Me zemër të pastër. Në surën Al-Anfal gjithashtu përmend batara, larg me një madhësisë. Subhanallah. Madhështia thot i takon Allahut. Kush mundohet me qenë madhështor, pra do ta marrë veten e tij, duket apo të injorojë të tjerët, të zhvlerësojë njerëzit, të përuli të tjerët, ky ka punë direkt me Zotin, i ka shpall luftë Zotit. Prej piketave që vendos Kur'ani gjithashtu është durimi. Ndihma e Zotit vjen me vetëpërmbajtje. Do çdo gjë kohën e vet. Si ju tha pejgamberi atyne, po nguteni. Ju e doni ndihmën e Zotit që është në fillim. Për isso do të kaloni sprovat që kanë kalu të tjerët. Duhet veni në jetë mësimet që kanë kalu të tjerët që të keni sukses. Ka sukses sa hape mbyll syt. Durim, qetësi, maturi. Dhe prej piketave gjithashtu që vendos Kur'ani është të jesh i përgatit. Të jesh i përgatit. Do të përballesh një ditë me të keqen. Do të përballesh një ditë me dyshimin. Do të përballesh një ditë me dilemën. Do të përballesh një ditë me dikë që mundohet por të uli fen dhe besimin që ti ke. Duhet të jesh i përgatit. Ose për ndryshe mos u përball. E për këtyre pikave që na përmend Zoti në Kur'an ose piketave që vendos Zoti në Kur'an është mbështetja në Zot. Do të mbështetesh Zotit, sepse situatat dhe përballjet mund të jenë nga më të çuditshmet. E kur ti i ke dhënë Zotit besën, mos u tërhiq. Fathbutu, qëndroni. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, të mbështeteni Zotit. Pse? Sepse Allahu mund të sprovoj për të parë sa ti je besimtar i vërtet dhe sa siguri ke ti në besimin tënd. E besimtari thot, e kam mbështet Zotit. Qul lan yusibana illa ma kataba Allah. Or s'ka për të ndodhur vetëm se çfarë ka shkruar i madhi Zot. Unë ky jam. Atëherë vjen ndihma e Zotit, atëherë vjen suksesi nga Allahu xhalla xhelalu. Prej piketave që vendos Zoti në Kur'an është përmendja e madhe e Zotit, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Me Zotin më lidh, me qenë i lidh vazhdimisht me Zotin. Me përmend Zotin, me përmend.
Se kur e përmend, të përmend. E po të përmenit ka në kujdes. E për këtyne piketave që vendos Zoti në Kur'an është në sprova dhe në përballje nuk duhet me pas tolerancë ndaj namazit. S'duhet me pas tolerancë ndaj namazit. E Allahu xhallal xhelaluhu tha në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu, surën Ali Imran, tha Zoti i Madh Allahu xhallal xhelaluhu, hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Kujdes me namazin, sidomos namazin e mesëm, ikindija. Dhe rini para Zotit të përqendruar dhe të përkushtuar. Dhe ajeti që vjen diku tjetër, Allahu xhallal xhelaluhu i orienton besimtarët edhe nëse janë në luftë, të jenë të rregullt me namazin. Madje duhet falen me xhamat, gjithë bashkë. Jo veç shpërndar. Pra namazi është vijë e kuqe nëse duam ndihmën e Zotit. Faktikisht, Allahu neve në jetën tonë na ka ndihmuar pa qenë kaq korrekt me gjitha këto pikat që përmendëm. A nuk është kështu? Kështu është vallai. Sa herë na ka ndihmuar neve Zoti dhe na ka dhënë sukses, ndërkohë që faktikisht ne nuk jemi te këto pika kaq korrekt. Pse? Se Allahu na do fort. Se Allahu na mëshiron. Se Allahu na trajton neve me mirësinë e Tij. Ama kur flitet për rregullat, këto janë rregullat.